në aspektin e gjithë renditjes së këtyre të dhënave nuk ka vend për diskutim në sensin që, siç e tha ministri, nuk janë të dhëna tona. Janë të dhëna të konfirmuara nga institucionet ndërkombëtare. Por nga ana tjetër, unë besoj që janë të dhëna që konfirmohen edhe nga ecuria e punës tuaj, të gjithëve ju, të gjithë kompanive. Dhe këto dhëna nuk duan të thonë që ne ndjehemi të lumtur me punën tonë, apo që ne mendojmë se kemi bërë në mrekulli, sepse ne jemi shumë të vetëdijshëm që ka shumë gjëra për të adresuar dhe për të korrigjuar, siç jeni ju të vetëdijshëm edhe në vetë punën tuaj, që ka plot gjëra për të adresuar dhe për të korrigjuar. Por ama, ka një gjë që unë dua ta ndaj me ju, që ne jetojmë në një realitet ku nga njëra anë kemi jetën e përditshme të gjithëve, nga ana tjetër kemi jetën virtuale të pasqyrave mediatike, sociale, etj. Ku, siç e keni parë, jam i bindur, nuk ka vend për suksesin tuaj. S'ka. Shumë thjesht. Unë njoh për shkak të detyrës një pjesë të mirë tuajën, edhe shumë të tjerë që janë këtu, edhe e di shumë mirë se sa shumë keni ecur, edhe se çfarë premisash të reja ka ekonomia fal jush. Mirë po, në ato pasqyra nuk ka vend fare për ju. Në ato pasqyra juve përfaqësoheni nga legjenda e nga herë thon 2, nga herë thon 3, nga herë thon maksimumi 5 oligark, të tjerët se ekzistojnë. Sipas atyre pasqyrave, ekonomia shqiptare janë 5 veta që marrin të gjitha lekët. Dhe nga ana tjetër, po sipas atyre pasqyrave, në këtë vend nuk ka bukë, nuk ka ujë, jemi në buzë të ferrit. Pse e them këtë? E them këtë sepse unë besoj shumë që sikur jo të kishte hapësirë të plot, po sikur një pjesë e hapësirës në atë jetën virtuale t'i jepej punës, t'i jepej suksesit, t'i jepej shembujve frymëzues që janë të panumërt, me siguri që do kishim akoma shumë më tepër ekonominë, sepse ekonomia do entuziazmin, do optimizmin, do frymëzimin, ju e dini më mirë se unë. Megjithatë, kjo nuk është për t'u qarë as për t'u ankuar. Kjo është për t'ju thënë që duhet të vazhdojmë me kuraje përpara. Ne në punën tonë, ju në tuajën, dhe komplementar kemi interesin ju interesin privat në interesin publik, që unë besoj që mbrohet më fort kur sipërmarrja është më e fortë. Dhe duke qenë se ne jemi të vetëdijshëm që ka gjëra që nuk shkojnë, duke qenë se në aspektin e kuadrit fiskal ne nuk kemi ndryshime për të bërë, pra qysh në kryeherës e rrëzuam taksën e shesht njësoj për gjithë, për atë që tha ministri. Eksaktësisht për atë që tha ministri. Sepse nëse ne do të kishim mbajtur taksën e shesht, të cilën e predikojnë të tjerët akoma sot si një zgjidhje magjike, nuk do kishim sot 93% të atyre që janë
rroktar në shtet apo në privat, që paguajnë më pak se 10%. Taksa 10% bënte që të gjithë paguanin 10%. Dhe godiste pikërisht më të vegjëlit. Ne e kthyem në progresive, pikërisht që më të vegjëlit të mos paguajnë njësoj si më të mëdhenj, dhe çfarë ka sjell kjo çdo vit i kemi kursyer më të vegjëlve, pra rroktarëve me pagë mesatare 140 milion euro. 140 milion euro që bëni llogarin vet në 10 vjet sa shkojnë. Një shumë jo e vogël për shtetin shqiptar. 1.4 miliard janë shumë. Dhe ja kemi lënë arkës familjeve. Ndërkohë që tatim fitimin për kompanit e kemi vendosur 15% që atëherë dhe nuk e lëvizim, as nuk do ta rrisim, as nuk do ta prekim, do të jetë 15%. Por në aspektin e administrimit ne e dim që kemi të meta. Kemi të meta dhe boshllëqe që janë tonat, ashtu si kundër e dim shumë mirë që kemi një hapësirë ende të pashkelur për të rritur të ardhurat për shtetin. Por ama, nga ana tjetër, ne nuk duam të synojmë rritjen e mëtejshme të ardhurave duke ushtruar presion mbi sipërmarrjen dhe duke bërë më shumë dëm se sa mirë.